Ka thënë Rasulullah alayhi salam, ai I cili ka këto 3 gjëra, ai e ka shiju ëmbëlsinë e imanit, besimit. E para, me dashtë Allahun azza wa jall edhe Rasulin alayhi salam mas shumti. E dyta, me dash dikan vetëm për hir të Allahut azza wa jall, pa kur fare interesi dunjas, e don për hir të Allahut azza wa jall. Edhe e treta, me urrejt, me u kthy në mosbesim, me urrejt, me u ba jo besimtar, ashtu që e urrejn me u hudh në zjarr. A don me të hudh dikur në zjarr, me qitë në zjarr, a don? Jo, nëse kemri që mu kthy në mosbesim, është për ty qika qështirë, sikur me qitë dikur në zjarr, edhe e don Allahun azza wa jall edhe Muhammedin alayhi salam, edhe I don musliman pa kur fare interesi, atëre ke fillu me shiju ëmbëlsinë e imanit. Allahu azza wa jall na bëf prej muslimanëve të mirë. Unë kam bindje që shumë prej muslimanëve, besoj që krejt muslimanët ma let e shohin veten në zjarm dunjas sesa në fe tjera. Po foli për ata njerëz që din fen, jo për njerëz që me pak pare ja ndron dash fen, dash kombin, dash ka dush, po foli për njerëz që din fen. E lusëm Allahun azza wa jall na ruaj.